ose një profesor I cili shpërndonte shuplok karshi një nxënës gjithashtu I cili kundër përgjigjet me shelma. Me të njëjtën mënyrë, me dhunë. Vërtet, këto pamje shpërfaqin probleme jashtëzakonisht mëdha të shoqërisë tonë. Këtu duke filluar po flas rolin e arsimtarit, I cili duhet të ketë mekanizmat edhe të jetë I përgatitur që reagimet e tij në çfarëdo situate mos të jenë si ky reagim, duke shfaqur dhunën, po neve dim që kjo është një lloj traume gjeneratave ku mënyra më e mirë e edukimit ka qenë dhuna. Njëjtën kohë, ka kohë që unë apeloj edhe që e bëj me dije se jemi në krizë si shoqëni, sidomos të rinjët, por ajo çfarë barra kryesore ju bie është familja dhe prindërve. Shumë me të drejtë e tha zotriu kur prindrit vërtet kanë humbë respektin edhe komunikimin e mifillt me profesorët dhe arsimtarët, në të njëjtën kohë duke sado që fëmiu I tyre është gabim ose ka mungesë edukate për të cilën janë përgjegjës prindrit, pasi neve e dim si edukimi ose formimi bazik është familja, ata mbrojnë anën e fëmijëve të cilët vërtet kanë probleme të ndryshme, sidomos tani kjo gjenerata e cila ka edhe probleme mosha është e tillë dhe është shumë fragjile, prandaj unë mendoj këtu përgjegjësinë përveç institucioneve padyshim që duhet të kenë mekanizmat e tyre, barra kryesore I bie familjes së fëmijëve, nxënësve, gjithashtu dhe arsimtarit. Familjes për shkak të mënyrës se si neve shohim reagon fëmiu, edhe nxënësi në një mënyrë shumë agresive, e cila tregon një mungesë respekti, dhe neve e dim si kjo nuk ka ardhur pa hiçgjë kjo situatë, por njëjtën kohë edhe profesorët të cilët si model e kanë I edukimit e kanë dhunën. Për mendimin tim, patjetër dhuna është një ndër që ka me shkaktu edhe ka me formu fëmijë agresiv, prandaj është një model shumë pa dyshim e thash veprimet ndoshta të para në shtëpi. Unë e thash traumat e gjeneratave, unë jam e bindë si profesori është rrit në një frym që edukimi I mirëfillt është dhuna. Gjithashtu mënyra se si e shoh nxënësin prapë e kam të qartë se nuk është punu me të në familje, nuk ka një edukim të mirëfillt dhe nuk ka një komunikim të mirëfillt në familje, përndryshe baza e sidomos e kësaj gjenerate është familja. Për mua vërtet kam shumë kritika të mëdha ndaj prindërve, kam cek disa herë, nuk ju sigurojnë mbështetje emocionale fëmijëve, përkundrazi fillojnë në një farë forme aq egoist janë raport me fëmijët e tyre, sa fillojnë të edukojnë fëmijë ose të kenë nesër këta fëmijë probleme me narcizmin. Duke sado që profesori është një autoritet, duke minimizuar autoritetin e prindit dhe duke e mbrojt në mënyrë të padrejtë fëmijën. Kështu që ky është problemi kryesor, mendoj fajtor kryesor është, përveç institucionet, edhe profesori, po sidomos edhe familja e fëmijëve. Po, dhe sipas psikologës, po çalon bashkëpunimi mes nxënësve dhe prindërve në këtë rast. Nxënësve dhe prindërve, gjithashtu pastaj kjo është zinxhir edhe mes profesorëve. Foti jam ka qëllu që jam